Vajza ish ambasadorit të Shqipërisë në Rom, Leshkola, humbi jetën në një aksident automobilistik që ndodhi mbrëm në afërsi të Mulletit në periferi të Tiranës. Në përplasjen fatale ku humbi jetën Fleura Kola u përfshin 2 automjete ndërsa të plagosur mbetën 2 persona, mes tyre edhe gazetari Çim Peka. Të plagosurit me fraktura të shumta në gjymtyr u dërguan në Spitalin Universitar të Traumës, ku ekipet mjekësore raportuan se janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ka komunikuar ndërkaq edhe masën e arrestit në spital për Emiliano Pelushin, i akuzuar si shkaktari i aksidentit ku humbi jetën vajza e ish ambasadorit shqiptar në Rom. Mësohet se Pelushi ka qenë në efektin e alkoolit ndërsa drejtonte mjetin. Sipas policisë, Emiliano Pelushi ka qenë me shpejtësi 100 km/h, ndërkohë që në atë aks rrugor ku ndodhi aksidenti lejohet që maksimalisht të udhëtohet me 50 km/h. Ceremonia homazh për vajzën e ish ambasadorit të Shqipërisë në Itali u mbajt në Katedralen Shën Pjetri në Tiranë në orën 13.